Këtë të hënë u hapën aplikimet për skemën kombëtare të buqësisë 2026, e cila parashikon një fond prej 5.2 miliard lekësh, të cilët do të përkthehet në 12 masa dhe investime. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla dha edhe shifrat e para të aplikimeve. Para se të vija këtu, mora një numër, një shifër nga dita e sotme që fermerët kanë aplikuar dhe deri tani janë mbi 5.000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare edhe për ta vënë në dispozicion siç ne kemi vënë në 12 masat ndaj skemës kombëtare, ka një afat ndaj 25 me 25, pra një mujor. Ndërkohë, Ministri Salla në një konferencë me gazetarët komunikoi edhe 26 modelet e para në mënyrën e shoqërive të bashkëpunimit buqësor. Të bashku me numrin total që jemi duke punuar, janë 58 SHPB të përbashkëta ku në mënyrë private, por edhe atë çfarë jemi duke punuar me bashkit, janë në total të tjera 84. Pra pjesa që ne kemi nëpërmjet SHPB-ve 26 modelet e para në mënyrën e bashkëpunimit që po kryej me bashkit, tashmë janë edhe 58 të tjera të cilët janë në mënyrë private që aktualisht dhe ndërkohë në vitet në vazhdim kam bashkëpunuar dhe në total 84 SHPB ose modele bashkëpunimi private dhe shtetërore në të gjithë vendin. Këto modele përfshin sektor të ndryshëm dhe zona të ndryshme në territorin e Shqipërisë, ku dua të përmend fruta perimet në Dibër, Fier, Divjak, Lezhë dhe Cerrik, ullirin dhe vajin e ullirit në Berat, Elbasan, Lushnjë dhe Vlorë, bimët medicinale dhe aromatike në Malsinë e Madhe dhe në Belsh, qepën dhe farat në Shkodër, patatën në Kukës, drithërat në Durrës dhe arrën në Kolonjë. Sipas Ministrit Salla, bashkëpunimi mes bashkive, fermerëve dhe ministrinë janë thelbësore, pasi Ministria sjell orientimin politik, mbështetjen teknike dhe lidhjen me skemat kombëtare dhe ndërkombëtare të financimit. Bashkitë sjellin njohjen e territorit, kontaktin e drejtpërdrejt me fermerët, ndërsa këta të fundit sjellin punën, përvojën, produktin dhe vullnetin për të ndërtuar një buqësi më të fortë.